Do të dish sekretet e humbjes të peshës? Okej, do të them 3 gjëra që të ndihmojnë të rish një deficit kalorik, që është objektivi që duhet të kesh, dhe 2 gjëra që të prishin punën. E para, minimizo sheqernat e shpejta, do të thënë çdo gjë që trupi e përthith shpejt dhe të letë prapë të uritur edhe pse ke ngrënë për shembull lëngu i frutave edhe pse mund të duket gjë e mirë, është një gjë që ju prish punën. Gjitha këto ëmbëlsirat, karamelet apo pijet me sheqer janë ato gjëra që i konsumoni, nuk e vini re fare dhe jeni akoma të uritur në fund, por keni marrë dozën e kalorive. E dyta, konsumo më tepër proteinë. Proteina një pjesë e energjisë që ka e harxhon për të zbërthyer veten e vet në aminoacide, kështu që konsumimi i proteinës të kursen kaloritë e ruajtura në trup dhe gjithashtu të ndihmon ty të ndërtosh një farë masë muskulare nëse duke bërë stërviti, që është një super objektiv për të patur, por nuk do të diskutojmë tani. Nëse do konsumosh karbohidrate, e treta, fokusohu te perimet e zërzavatet. Janë ato ushqime të cilat kanë densitet të ulët kalorik. Domethënë për një volum të lartë, për shembull një domate mund të jetë kaq, ka kalora shumë të ulët, mund të ketë 30-35 kalori. Kështu që fokusoni te ato gjëra që mund t'ju zëjnë vendin në stomak, por në fakt nuk i japin fare kalori dhe ju mbajnë gjithashtu të ngopur. Përsa i përket gjërave që nuk duhet bëni, keni parasysh mos e prish në fundjavë. Zakonisht njerëzit tonë që kanë mbajt dietë gjithë javën, 6 ditë dhe pastaj e prisha pak në fundjavë. Po kjo e prisha pak në fundjavë ndodh që të shkatron gjithë çka ti ke bë gjatë gjithë javës. Për shembull mund të kesh qenë një 200-300 kalori deficit për 5 ditë rresht, janë 1500 total, dhe del në fundjavë fut një all you can eat sushi apo një burger e gjys dhe e ke shkatruar gjithë deficitin e ke dalë në surplus madje, kështu që je duke shtuar peshë, edhe pse ti ke qenë me tënden 5 ditë duke mbajt dietë. Dhe fundi që kam thënë është, nëse shihni njerëz me kështu me korse, me gjëra, me ato gjërat elektrike të barku që fjalat djegin dhe jamin, janë duke ju rrejt. Kështu që mundoni të evitoni gjithë këto gjëra pa sens dhe mundoni të fokusoni te shkenca dhe biologjia e trupit, që janë ato gjërat që ju thash më lart. Dhe nëse mund t'ju jap një këshill të fundit, jepeni procesit kohën e vet. Domethënë mos prisni që të shihni rezultatet shpejta brenda javës. Rezultati më i mirë vjen për një periudhë afatgjatë dhe nëse kjo bëhet pjesë e stilit tuaj të jetës, është gjëja perfekte që mund të bëni.